Mirëmëngjes, jemi në këndin e gatimit me Florencën për të bërë këto makaronat e shumë diskutuara. Po. Spagetit me mango. Po, mirëmëngjes të gjithëve, janë shumë interesante, ashtu si makarona që bëhen me 1 milion mënyra gatimi të pafunde, unë zgjodha një recet që s'para veshë ju a ka zënë. Jo, dhe nuk ishte dhe foto, dhe unë tregova më e sinqerisht kamë, Po, shumë mire kishe bërë Fabi. Kam gjetur spageti me kungull. Po, shumë mire kishe bërë më Fabi, se kjo si kungull në gjanë. Po nuk gënjej do të Florenca, e kam pa mundur. Po duhet nga ndonjëherë pak në ngërnjeshtër të bardhë për dalë nga situata. Mirë, po listojmë përbërshë për këto spageti me mango, kaq të veçanta, por edhe kaq praktike të thjeshta që bëhen kollaj fare. Na duhen 300 gram makarona spageti, po nuk është të thënë që për këtë recet duhen vetëm lloj spageti, apo jo? Jo. Mund të kemi dhe linguine. Po. Një mango, 2 qep të njoma, pa kudër, 2 luk gjelle lëng domatesh ose koncentrat, ullin të zinj, majdanos, krip, piper dhe vaj ulliri. Ndërkohë Florenca në një tigan ka vendosur qepën e njomë të skuqet bashkë me gjalpin, kulluam dhe spagetit, që janë të holla, më të holla s'kam. Po, zgjodhe ato më të holla, të 10 më duket, numri 10 më duket se është më i holli, se duhet i dim edhe këto numrat e makaronave të ne. Duhet. Në tigan kam vendosur gjalpin. Mos ke shtuar bajame ti? Po, kam shtuar. Ca bajame kur të bëj pjatën, do t'jetë ca bajame si, për kështu kush nuk i do. Bajame të shkojnë në çdo gatim, në të ëmbla, në të kripura, në të tharta, ku duash ti Fabi futi. Duhet të thekësh pak në tigan. Lëre, po, patjetër. Janë aq të mira, janë, ç'të them. Tani, këtu në tigan, do ka urdisim qepën, ndërkohë unë po pres mangon do ta bëjmë në kubik. Do presim një copë, se kujdes sepse ajo mangoja ka një bërsam të fortë aty që unë zgjodha një mango në fakt që është e pjekur shumë? Është e pjekur, por që... Si duhet t'jetë në fakt? T'jetë e pjekur, apo... Nuk duhet t'jetë shumë e pjekur, po... S'kishte tjetër, po. S'kishte tjetër, 2 copë ishin. Të dyja, merja njërë tjetër, më thash, po marrë këtë, e zgjodha. Po, ja. Ndërkohë sa qepa bëhet, ne presim mango. Nuk e di në ka në një mënyrë tjetër të prerit. Kështu pritet mangoja? Po, pra. Po, qas, nuk është se i dim të tëra, gjërat. Nuk pretendojmë. Ja, kjo pjesa tani, unë me ha mangon më pëlqen. Pëlqen ty, Fabi? Shumë më pëlqen. Mua më pëlqen. Po kaloj të qepa, nuk dua të kaloj të qepa, po do kaloj të qepa. Ja, të heqim edhe këtë pjesën po e lë, tani ti pres në formë kubik, kështu. Edhe ngjajnë si kungulli që kishe zgjedhur Fabi. Nga e ka origjinën kjo recet, Florenca? Në Itali, s'është se konsumohet se... Shiko. Na përzinin nga Italia. Si që na kanë përzën shumë herë në ato receta që mundi kemi prezentuar si italiane, por, ata që jetojnë në Italia, po ata që kanë jetuar... Të kanë shkruar që... Në kanë shkruar që nuk është një receta autentik italiane. Shqiptar? Apo italian? Po shqiptarët kujtojnë se kanë shkuar në Itali dhe i din gjitha dhe i kanë provu gjithat. Po, pëse ne këtu që jetojmë këtu? Ne mbase më shumë. Më shumë ne? Po. Nga është jo? Ta kam thënë ku zgjedhun, o meksikane, o braziliane, o portugeze, unë vdes për ushqimet e atyre. Tani që të them? Ka ma të farë të them. I kemi hedhur krip qepës? I kam hedhur, mos idhë më krip, se i kam hedhur krip dhe makaronave. Sa të holla që janë... Më të hollat pra zgjodha Fabi. Ja i preva, unë tani të pastroj pak duart. Mangon e kemi gati, se mangon nuk ka nevoj për shumë për të gatuar. Mango do gatuar? Po, do hidhet aty, kur të mbaroj qepa së bëri. Ja të bëhet edhe pak qepa. Do hedhim salcën, majdanozin, ullin. Edhe këtë do t'a hedhim në fund fare, as 1 minutë do t'a lëm aty me atë, sa të marri aroman. Po, pra sa të marri pak. Është shumë e pjekur. Po, aroman, dhe do bëjmë pjatën tonë që e kam zgjedhur aty, një pjatë, do t'a mbushim, do t'i hedhim sipër, ja dhe pak të bëhen qepët. Po e lë këtu. Qepët ishin të freskëta, të mira, speciale. Do isha pak në më dyshje për këtë salca. A shkon salca me mango? Pa tjetër.
Mos jenë më ndyshe për asë një gjë, Fabi. Çfarë Provoje. vjen nga dora jote, jo? Dëgjoj, jo, provoje. Pastaj, Flit, thuaj. po, edhe më je pak ujë të lutem, Fabi, të lutem, pak ujë. Uj. Uj. Po. Uj. Po ta jetë tu ku kishe salca. Po pra, atë desha thoja Fabi si në shtëpi, ku kisha salcën, mbush pak ujë, edhe jemi okej. Jemi shumë okej. Kësaj do t'i shkonte, për mendimin tim, edhe pak nga ajo balsamiko kremoze që ishte me boronis. E solle di da mbarojmë atë ne. Do t'a mbaroj një javë. Jo, nuk do t'ja edh, por po mendoja që edhe ajo do t'i shkonte, Fabi. Po, më thuaj diçka tjetër tani ti. Po, më thuaj. Në restorantin tënd imagjinar. Shiko. Sa do ja vendosje çmimi kësaj pjate? Kësaj pjate, ja të them unë, do t'ja vendosja një racion, nga kjo pjatë, unë do t'ja vendosja 8.500 lekë të vjetra. Po, se kushton mangoja. Po, kështu që, sepse... Je brënda. Po, pra, jam brënda. Je. No, me se nuk është në një qmim kush e di se qfarë. Jo. Tani dhe po ta bëjmë në shtëpi tona, kushton pak, se një mango... Se kemi ngrënë, ta kam thënë dhe njërë tjetër. 3 ravioli i kam paguar 25 euro. Florenca, ku i ke paguar? Në mes të Milanos. Po, ke qenë në mes të Milanos pras, ke qenë në mes të Tiranës. Po pse edhe Tirana shu po bëhet. Tani më jep të hedh këto ullint, më jep majdanozin, Fabi, të lutem. Të freskët fare. Piper pak. Mi kemi dhe 2 minuta ko. Po, 2 minuta e bëjmë edhe pjatën tonë, edhe, sa më ra Po dhe piper. shumë, po s'ka gjë. Nuk odhëm shumë, jo, një maj ashu është, po duket kur del me vrulla ndej. Qara arome, Fabi, speciale. Tani do hedhi mangon. Ja, Kërë kam atë. Base se hedhim gjithën, se si shumë duket. Dhe s'kishte mangon... Shikoje me sy. Ja, po marrë këtë të pjekurën e qikë që të bëhet si tip salca, jo? Largoja atë, Fabi, që aty. Edhe më thuaj që nuk do të hante njëri këtë... Tani që po e shohë si kungull duket, vërtet. Po si kungull gjanë. Ja, ti lëm pak fare që të... Mos kishte dhe rigon aty në recet, nuk e mbaj Ti mën. liste me njëherë për herë të fundit? Po. Çfarë kishte receta? Jo, se t'ja heqim, duat them. Mos t'ja heqim rigon. Atëherë, kemi 300 gram makarona spaghetti, një mango, 2 qep të njoma, pak hudër, 2 lugë gjelle lëng domatesh, ullin të zi, majdanos, krip, piper dhe vaj. Jo. Nuk e kishte, atëre Po, e dija që kisha arruar diçka hudrën. Ja dhe mielli Ola. Po, kështu që e hodha dhe atës e dija. Tani... Momenti shumë pritur. Por jemi në fund. Pjata, do edhim spaghetti dhe si për salcën e përgatitur me shumë dashuri nga Florenca. Po, pa tjetër. 1 minutë të marë këtu makaronat. Kështu. Janë pak të holla, a? Janë shumë të holla, jo pak, po janë shumë të holla. Ti hedhim këtu. Të marrë atë kapsen e madhe. Po, Florenca, ne do të prezentojmë pjatën dhe në YouTube ju mund të shikoni foton për bëri videos tonë. Florenca, të lumshin duart. Faleminderit, do të hedhim makaronat këtu tek salca, edhe do mbushim pjatën tonë dhe do të dekorojmë me bajame të prera. Të lumë, të mëndja. Bashkë të shihemi të hënën, kalofshim në fundat të këndshme, mirupafshim.